Të dashur miq, dje në hapësirat e komunës së Çajirit u promovua libri Politika si sëmundje e autorit Valon Bela, doktor i marrëdhënieve ndërkombëtare, publicist dhe njohës i zhvillimeve politike. Ky botim përmes 39 analizave dhe eseve sjell një pasqyrë kritike të realitetit politik dhe shoqëror, duke trajtuar tema si korrupsioni, premtimet politike, manipulimi i opinionit publik dhe përgjegjësia qytetare. Për të kuptuar më mirë thellësinë e këtij libri, të gjitha kapitujt përmbajtjen dhe se sa ka qenë sfiduese periudha përderisa e ka shkruar dhe derisa e botoi dje, unë do e ftoj tani në studio për ta nderuar, për ta respektuar, për ta përshëndetur dhe për të filluar këtë bisedë. Përshëndetje profesor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi. Urdhëroventi juaj është aty. Faleminderit. Ju lutem akomodoheni. Është hera e parë realisht që ju kam unë të ftuar në programin ton, vini shpesh për debate politike, por që për një arritje tjetër të radhës tuajën, për ta promovuar edhe në programin ton në një farë mënyre. Fillimisht dua të di si nisin mëngjeset tuaja, sa e keni mëngjesin kështu të lodhur apo të zymt ose si e nisni një mëngjes? Mëngjesi zakonisht, me qenë se ne kemi filluar goxha kohë të praktikojmë edhe rritet e besimit, kështu që me faljen e namazit mëngjesit vazhdon dita jo. Është një mëngjes bukur i hershëm, por që fatkeqësisht në shoqërinë tonë asnjë prej lokaleve nuk ka të hapura, nuk kemi asgjë që funksionon aq herët. Nga ora 6 për shembull. Po, pikërisht. Prandaj edhe duhet mbetemi në shtëpi, merremi me përgatitjen e fëmijëve për në shkollë dhe pastaj edhe detyrimet tona që vijojnë. Obligimet ditore, kuptohet, që zakonisht nisin lart poshtë nga ora 8. Po, pikërisht. I nderuar, pse zgjodet pikërisht titullin Politika si sëmundje, një titull mjaft tërheqës, atraktiv, por edhe goditës? Padyshim, më kalon shumë mbresa negative gjatë gjithë karrierës time, se pavarësisht gabimeve që i ndodhin politikanëve me dashje dhe pa dashje, tentimi për të përmirësuar disi sikur mungonte. Dhe politikani i cili nuk thirret në përgjegjësi, ja lejon vetës që të gabon edhe shumë herë. Me këtë ndodh edhe ai transformimi që unë e kam shpjegu, qoftë i individit, qoftë i sistemit dhe pastaj i krejt shoqërisë. Dhe gjithashtu si problematikë të ne e cila shumë pak flitet është edhe fakti se në Republikën tonë, pothuajse edhe në rajon, shtetet e rajonit, më qytetarët nuk i përgjigjen procesit të votimit. Që do të thotë se është pikpyetje edhe vetë demokracia, se nëse kemi ne dalshmëri nën 50%, i bie se nuk është edhe vullnet i popullit, po është vullnet i një pakice. Prandaj të kuptuarit e proceseve demokratike, mandej edhe vetë sistemi, jam ballafaquar gjatë karrierës time me shumë probleme dhe prandaj vendosa që gjithë ato përvoja të i fus në një libër dhe t'i ofroj qytetarit apo të riu dhe të rejave të cilat duhet të merren, dëshirojnë të merren me politikë, një parapregaditje se çfarë sjell një politikë e cila nuk bazohet në parime, nuk bazohet në moral, dhe nuk bazohet në virtytet e cilat i kemi ne si kom. Para se të flasim për përmbajtjen dhe brendësinë e këtij libri, unë dua të di se cilat ishin komente që morën nga gjithë ato miq që kishit dje në komunën e Çajirit, bashkëluftëtar, emra të shquar të politikës, të letërsisë dhe kështu me radhë. Me qenë se është libri im i parë, isha i surprizuar në të mirë. Domethënë, më kaloje gjithë pasditeja duke u përgjigjur gjithë atyre të cilët nuk kishin mund të vinin për arsye objektive, dhe njëkohësisht ishte edhe kënaqësi si feedback ashtu që e morra se është pritur mirë, me elan prisnin që ta lexojnë, sepse edhe titulli ashtu siç thatë është pak sa goditës dhe atraktiv. Këtu më duhet ta shpjegoj se termi politika si sëmundje është përdorur në mënyrë metaforike, sepse ne e dim se politika krijon një varësi, polarizon palët në ekstrem, si që kemi përvojën e hidhur këtu tek ne, ka ndodhur edhe me raste, me incidente. Gjithashtu edhe largohet prej atyre nismave të mira të cilët kanë qenë. Do të thonë,
transformimi i individit nga një person i cili filloi me karrierën me diçka tjetër, pastaj përfundon komplet i ndryshuar, nga një herë pa vënë re, edhe vetio. Isha i befasuar se shumë mirë është prit edhe më gëzon fakti që edhe pse libri im i parë, po deri dikun ja kam goditur. E ka gjetur atë vendin e duhur. Edhe unë mezi pres ta lexoj, sepse edhe unë e mora dje nga titulli tërheqës, e keni ditur si të luani në formë metaforike për ta ndërlidhur këtë titull dhe për ta sjell atë më të mirën kuptohet në brendsinë e tij. Ju keni një karrierë të gjatë politike dhe mendoj që ka edhe shembull konkret këtu nga përvoja juaj, qoftë e suksesshme apo edhe e hidhur ndonjëherë? Po pikrisht jam bazuar fillimisht tek vetvetja, se nuk do të ishte kritika e mirëfillt nëse nuk e fut veten aty, do të thotë nuk ka njeri të pagabueshëm, sidomos në politikë. Prandaj edhe jam munduar që përmes përvojës sime, përveç atyre gjërave të cilat I kam nuhatur, sidomos vijimi im në shoqëritë civile, ballafaqimi direkt me politikën, pastaj edhe duke qenë pjesë e institucioneve. Se kur futesh në institucione, ka shumë sende që s'mund t'i ndryshosh. Dëshiron t'i ndryshosh, po s'mundet. Edhe ti pastaj është pjesë e karakterit se si ajo të ndryshon ty, a lejon të ndryshoj ty, apo do të merrish masa. Edhe unë besoj se me shembujt që I kam ilustruar aty, besoj se ja kam dalë edhe ta përshkruaj situatën, por edhe kam bërë një farë, kam ofruar zgjidhje se si dilet nga situatat e atilla. Po sa kohë është dashur që ta përmbledhni gjithë këto kapituj, gjithë këto 39, domethënë analiza dhe ese që janë në brendësi të librit, me vite ose? Fillet I ka shumë herët. Shumë herët, Mirë po, kam qenë shumë I angazhuar në aktivitete, nga njëherë u kthesha, shkruesha një 2-3 tituj cilët më ndodhin aty për aty, pastaj e linja bukur gjatë kohë, pastaj prap u ktheja sepse temat janë tek ne interesante, nuk është se një temë hapet si problematik, trajtohet dhe mbyllet gjithë, tek ne vazhdojnë. Ja, për shembull, gjuha shqipe ne tash është turp pas 35 viteve pavarësit këtij shteti, ne akoma të merremi me sende që janë elementare. Me thonë, e dyta, bashkëjetesa e cila është premtuar nga politikanët, ne jemi larg bashkëjetesë kur shohim se këto temat që janë ndihshme, kur shpërfaqen e shohim se sa të polarizuar janë këto etnitë, sidomos dy të mëdhajet shqiptarë dhe maqedonasit. Edhe prandaj kjo është lodhje edhe për qytetarin, është lodhje edhe për vetë politikën, por që askush nuk I përvelmënget që t'i zgjidh. Ndoshta janë edhe beneficionet e politikës, sepse nëse zgjidhen këta tema, atëherë me çka duhet merremi. Po. Nuk është vetëm kjo çështje, ka dhe shumë tema të tjera të thelluara që nuk mbarojmë duket asnjëherë në Maqedoninë e Veriut, problemet e politikës, partitë politike të ndryshme, e kështu me radhë, mos të jemi tani shumë asaj fushë, meqense ju takon debati për të folur në atë pjesë. Do ndalemi konkretisht te libri, kuptohet. Sa prej temave të trajtuara kanë buruar nga brendësia juaj dhe që sigurisht që këtu jeni juaj I pari, dhe me thënë që keni përmendur të gjitha shembujt e karrierës suaj, po sa ato shpirtërore që ndoshta ndonjëherë keni qarë hallet edhe me të afërmit tuaj, edhe me familjen tuaj, dua të di sekrete a ka në këtë libër? Po, aty kam përmend shumë faktor, një prej atyre është se politika I ndryshon njerëzit pa e kuptuar ata. Tek ne armik I shoqërisë sonë janë fjalët mos u merr me politikë, se ajo është fushë tjetër. Në ndërkohë politika ndikon edhe tek familjet e tyre në brendësi, sepse temat të cilat detyrimisht bien ndesh me jetën e qytetarëve realizohen apo debatohen apo merren me vetë politikën dhe politikanët. Prandaj edhe individi ose shoqëria nuk e kupton se politika është shumë më e rëndësishme se sa vetëm një lajm në televizion. Edhe unë jam munduar përmes librit që ta informoj qytetarin se gjithçka është rreth politikës dhe se ai duhet me qenë aktiv
në ofrimin e ndryshimit, sepse nëse ne jemi aktiv, ndryshojmë politikat në të mirë, duke mbajtur në kontroll politikanët, sepse politikanët nëse nuk mbahen në kontroll, ata veprojnë veprimtarinë e tyre mbas qefeve të tyre ose interesit të tyre, jo në konform interesave të qytetarëve. Prandaj edhe unë kam bërë thirrje që përmes librit qytetarit vetëdijsohet, dërgjesohet edhe pastaj të merr një lloj aktiviteti qoftë individuale apo shoqëror në mënyrë që të kontribon në këtë krejt gamën e politikës, e cila nuk është vetëm se e keqe, se ne e dim se politika e mirë rregullon marrëdhëniet mes njerëzve, rregullon shtetin. Prandaj edhe kërkohet që individi të jetë sa më i kyçur në politikë, në mënyrë që të jetë edhe i vëmendshëm se çfarë i ndodh atij. Jo e domosdoshme të jetë politikan, por të jetë në rrjedha me gjitha ngjarjet politike që ndodhin. Se ne themi politik, mirë po çdo sferë ka politikën e vet. Nuk është vetëm politika politik, po është veprimtari, është kulturë pune. Prandaj edhe ne duhet të interesohemi maksimalisht që ta kemi një politikë të shëndosh. Do të thonë, ka ardhur koha tashmë kur në politikë të futen njerëz të cilët janë profesionistë. Ne edhe sot ballafaqohemi me njerëz të cilët kanë zënë vendet aty që janë të fushës së tjetër, prandaj edhe nuk kemi rezultate. Se nuk e njeh atë lëmi, është fut aty, merr një rrogë, partia më ka vendos këto, edhe s'ka përgjegjësi. Mirë, po kur kemi shoqëri të vetëdijshme, e kërkon këtë vazhdimisht nga politika. Politika në mënyrë që ta merr votën nga qytetari, detyrohet edhe t'i dëgjon. Edhe prandaj vjen ndryshimi thelbësor i rëndësishëm për shoqërinë tonë. Po, nderuar, në libër flisni gjithashtu edhe për korrupsionin dhe kapjen e institucioneve. A mendoni se kjo është sëmundja kryesore e sistemit në shtetin tonë? E konsideroni ashtu? Është kryesore, ndoshta jo, mirë po është ndër më të mëdha. Unë kam has në karrierën time politike, qoftë jashtë institucioneve, po edhe brenda, se sistemi deri dikun është i kalbur tek ne nga korrupsioni. Dhe nëse tenton të ndryshosh diçka si individ, je shumë i vogël për ta realizuar ndryshimin. Pikërisht, me qenë se më pyetët më herët se a është kjo e bazuar në përvojën time, unë kam qenë drejtor në 2 ndërmarrje. Ka qenë një prej klinikave më të mëdha në Spitalin e Shtetit dhe tjetra tek Hekurudhat e Maqedonisë. Edhe ju e dini, sidomos ata që më kanë përcjell, që edhe duke qenë brenda institucioneve kam bërë të pamundur që ta luftoj korrupsionin. Korrupsioni është gjëja më e shëmtuar që i ndodh një sistemi. E kalb sistemin nga brenda, pastaj i kalb njerëz që merren me ta dhe kështu vjen edhe deri te paralizimi i vetë shoqërisë. Përmenda, qytetari duke u parë si pamundur për të ndryshuar gjërat, ka bën një prerje apo ka bën një distancë, një distancë edhe nga vetë politika, madje duke mos marrë pjesë as në procesin zgjedhor. Dhe kjo është ajo e cila vjen si rezultat, si pasojë e vetive korruptive. Sidomos vitet e fundit e shohim. Sidomos vitet e fundit, dhe ajo çka është jashtëzakonisht alarmante se këtu tek ne pothuajse të gjitha fushat janë të korruptuara. Tash ishim në përballje edhe me sistemin gjyqësor, ku kryeprokurori u zgjodh nga parlamenti, dhe edhe pse ne kishim sondazhet apo matjet e të qytetarëve se vetëm 6% gëzon për kraje gjyqësore jonë, prap ne shkojmë me të njëjtën gjë, edhe qeveria propozon prokurorin në parlament. Pse duhet, nëse ne 35 vite ja kemi huq, pse duhet qeveria tash ta propozon? Hajde zhvillojmë ose hulumtojmë metoda të reja. Edhe me qenë se gjyqtar thirrën në emër të popullit, nuk e di sa i keni pa verdikte gjyqësore, ati shkruan në emër të popullit. Pse atëherë mos dalin edhe ata? Ti provojmë, le të dalin edhe ata në zgjedhje. Do të thonë t'ja u japim mbështetjen e plot demokratike direkt nga populli. Dhe mundësinë në këtë formë. Dhe mundësinë, ndoshta do të jetë mekanizëm që ata të pavarësohen nga politika, sepse kur qeveria i propozon, aty ka marrëveshje. Padyshim. Do të thonë kryeprokurori i cili kaloi, dha dorëheqje, ne e pam se çfarë si ishte i shantazhuar dhe çfarë skandale ndodhen. Që e rasti Koçanit që ndodhi. Do të thonë
Edhe unë jo rastisht e kam fut një temë aty kur prokurori pa kurriz. Sepse kur ti je i kapur prej pushtetit, ti i gjykon vetëm qytetarët. Domethënë, aferat e mëdha korruptive, një prej atyre është edhe kjo kapja 45 tonëve drogë dhe akoma s'ka asnjë përgjegjës. Para mendoti, shkojnë mirën me dikush që s'ka pagu tatim, dikush që punon mbi pazar me një tezë aty, kjo është absurditet. Domethënë, kur prokurori vazhdon forma e zgjedhjes së tij e njëjtë, edhe ne është një term ndoshta shumë i rëndë, është budallahi, vazhdon t'i bëj të njëjtat gjëra dhe pret rezultate të ndryshme. S'mundet kjo me ndodh. Prandaj thash, pse mos thirremi në ndryshim? Se tek e fundi politika evoluon. Nga ku mendoni në këtë rast se duhet të fillojë ndryshimi më saktë? Ndryshimi duhet fillon pikërisht nga qytetari. Ata të cilët duhet të merren me politikë, domethënë na duhen njerëz të ri me parime, me etikë, me moral, të cilët nuk do të thyhen. Sepse politika, thash, sistemi është shumë i fuqishëm. Mirë po vetëm ata politikanë të cilët kanë ndërtuar karakter me vlera, ja dalin. Është evidente se ne kemi edhe njerëz të tillë që janë në politikë, po janë shumë pak. Dhash Zoti që shtohen si numër dhe të japin atë ndryshimin e shumë pritur edhe nga vetë qytetarët. Sepse shpresa dikur venitet kur vazhdimisht i jepen rezultate negative. Është gjithashtu evidente se ne kemi bërë shumë arritje të mëdha, mirë po në aspektin e përmirësimit të standardit jetësor, në aspektin e eliminimit të aferave korruptive, këtu kemi ngecë. Ka ngecje, po shumë saktë. Më nderuar, ju përmendet, kuptohet që e keni përmendur edhe manipulimin e opinionit publik. Sa rol këtu kanë edhe mediat dhe rrjetet sociale për t'i informuar më shpejt dhe më saktë? Mediat kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në këto procese, gjithsesi se edhe ata nuk mund të ikin proceseve negative, apo këtyne veseve negative, sepse jo gjithë mediat janë të pavarura. Dhe këtu buron problemi. Tani më në sistemin kapitalist, në sistemin demokratik, ku mediat private duhet zhvillojnë programe atraktive për qytetarët në mënyrë që t'jenë të ngritura në nivel, pastaj vinë edhe ata përmes, domethënë jetësojnë veprimtari përmes reklamimeve, në bazë shikueshmërisë, ju keni edhe çmimin e reklamave ose të tjerave. Prandaj edhe këtu është një betejë e padrejtë, e cila duhet që media ta zhvillojnë veprimtarinë përmes ashtu quajtur klikimeve, shikimeve, edhe nuk bëhet kontroll se çfarë japin. Me rëndësi kjo po shitet, jepet. Po klikohet. Edhe ne jemi dëshmitar se emisionet, sidomos debative politike, e kanë ulë nivelin shumë. Paramendoni ju tash, ju mund të theni një shkencëtar të NASA-s këtu edhe nuk do të ketë shikueshmëri. Me thonë, kjo është edhe ajo pjesa e errët e medjave ku në formë indirekte po edukojnë në mënyrë të gabueshme edhe vetë shoqërinë. Unë kam qenë edhe në shumë debate televizive në Kosovë, atje tashmë është bërë si traditë. U habita se me llojin e ndërhyrjeve nuk dëgjohen se çka flasin, tha kështu e dojnë tha shqiptarët, kështu dojnë, nëse nuk bën ti zhurmë, e ndrojnë kanalin shqiptar, nuk të shikon. Që do të qëllimisht krijojnë zhurma dhe po për të arritur shikueshmërinë dhe klikimet. Po pikërisht, prandaj që të financohen. E kjo është ajo që mediat e kanë një përgjegjësi tjetër, të veçantë. Por te mediat publike është më ndryshe. Te mediat publike unë shfrytëzoj rastin t'ju përshëndes, sepse personalisht vetë kam qenë kritikus shumë herë i pushteteve, mirë po tek ju kam pas derën hapur gjithmonë dhe asnjëherë s'keni shikuar se a është ky i pushtetit apo i opozitës. Dhe prandaj edhe ju përgëzoj dhe ju falenderoj për kontributin. Uroj që edhe mediat ta bëjnë punën e tyre sa më profesionale, sepse kanë shumë rëndësi në këtë proces të përmirësimit të shoqërisë. Zoti Bela, nga 39 titujt që janë në këtë libër, cili mendoni se godet më fort realitetin ton politik? Jam menduar shumë, Aida, për këtë, po është sikur se t'ja u prish surprizën lexuesve. Prandaj unë do të
nuk do të shohem në përgjigjen e kësaj pyetje, por do ta lë vetë se lexuesi ku e ka gjetë veten. Pse them këtë? Sepse ata të ri dhe të reja që duhet të merren me politikë, ata shohin me sy tjetër, nga këndvështrimi tjetër i qasen librit. Ndërsa ata që janë me përvojë, që kanë të kaluar në politikë, ata gjithashtu e shohin nga këndvështrimi i tyre. Prandaj do të rezervohem nga kjo përgjigje, vetëm se uroj që libri të jetë i pranueshëm dhe i pëlqyer nga qytetarët, dhe për fund unë aty kam shkruajtur edhe një porosi për secilin lexues, i cili kërkohet që të angazhohet më shumë, sepse kjo betejë, kjo sfidë nuk është individuale, por është shoqërore, në mënyrë që edhe ne ngjashëm me shtetet e zhvilluara të arrijmë hapin e duhur drejt këtyre politikave të mira që ne i synojmë. Përveç titullit që i kemi në kopertinë edhe titujt me sa arrita unë t'i lexoj, edhe këto kanë një karakter të veçantë, edhe janë mjaft atraktiv. Nuk e di nëse më lejo t'i lexoj 2-3 ose jo. Për shembull, Parlamenti i çuditshëm. Një që është vërtet interesante dhe ngjall kurreshtje pastaj për ta lexuar. Edhe një tjetër, ja ku ishte, që më pëlqeu, Përgjimet, armë të padukshme, edhe ky një titull që mjaft është komentuar në vendin tonë dhe vazhdimisht të komentohet, edhe koalicionet në pushtet, koalicionet e ndryshme në pushtet. Këto janë disa tituj që vërtet se cili do... Koalicionet e çuditshme. Po, koalicionet e çuditshme, po. Janë disa nga titujt që janë vërtet ngjallin kurreshtje për t'i lexuar, ka dhe shumë tituj të tjerë, janë 39 të tërë, të cilat kanë sigurisht efektin e vetë se cili që e lexon, se cili sigurisht që të rikujton ato ngjarjet politike se çfarë ka ndodhur në vend. Gjuha të cilën e kam përdorur përveç titujve është një gjuhë jashtëzakonisht e thjeshtë. E thjeshtë. Sepse të kapet nga secili individ. Po, pikërisht, sepse nuk është një libër shkencor, edhe po tjetë libër shkencor, gjithmonë këshilla ime është një vazhdimësi e këshillës së të madhit Arbër Xhaferi, i cili bashkë me një mik tjetër Arktim Nagavci, kur filloja të shkruaja kolumna nëpër gazeta, na pa dhënë këshillën se ju duhet t'i thjeshtësoni gjërat, mos folni me terma që nuk i kupton qytetari. Folni që edhe ai rojtari, i cili ka kohë ta shfleton gazetë, ju kupton. Ju kupton. Edhe e kam marrë si shembull këshillën e të ndjerit Arbër Xhaferi, dhe prandaj edhe jam lëshu në thjeshtësi sa ma të mëdha, në mënyrë që secili qytetar ta kupton atë se çfarë kam dashur ta them përmes librit. Po, sipas jush, ku fillon shërimi kësaj sëmundjeje politike? Si do e konsideroni, si do e përkufizonit? Jo rastisht. Me 2-3 fjali. Fillimisht ne duhet ta kuptojmë në situatën në të cilën gjendemi. Mjekësia thot identifikimi i sëmundjes është gjysma e zgjidhjes, pra diagnostifikimi. Ne duhet ta kuptojmë situatën në të cilën jemi dhe pastaj t'i rrekemi punës. Që do të thotë te qytetarët fillon gjithçka, pastaj te institucionet. Jo rastisht ju kum qas librit sepse ngritja e vetdijes, ndërgjegjësimi mban në kontroll pushtetin. Dhe gjithashtu zhvillon te qytetari një ndjenjë që mos ta përcjell liderin apo politikanit si i verbër, por t'i kërkoj llogari, t'i kërkoj informacion, sepse bëhet fjalë për vendimet që nesër do ndikojnë direkt në të ardhmen të tij ose të familjes së tij. Një qytetar i vetëdijshëm nuk e le fort kollaj politikanin që me pa vetëm çdo 4 vjet. Vjen ai, bën një marketing, një fushat ashtu të mirë paguar, ja marrin mend, ja marrin gjithsesi besimin përmes votës, edhe më nuk ishe 4 vjet, nuk i hapin telefonat, siç dihet tek ne, mirë po një qytetar i vetëdijshëm din edhe të dënoj, din edhe të sankcionon. Prandaj edhe sa më shumë ne ta kemi ndërgjegjësimin politik tek ne, aq besoj më mirë do të jetë edhe politika, sepse nga politika vijnë edhe shërbimet. Sa më shumë ne të jemi të ndërgjegjshëm, politikanët e kuptojnë se nuk mundet më me mashtrimet do siç i kanë zakon, t'i qasen qytetarit.
Me thonë, kjo kërkohet një angazhim, jo rasisht e përmenda në fond është porësia ime për secilin lexues, që fillojmë sepse shife ne jemi shqiptarë. Kur gjithë të tjerët dështojnë, ne do duhet jemi stoik. Pse? Kemi një të kaluar e cila është shumë e hidhur. Edhe duhet thirremi në atë, se ne kemi vuajt shumë për këtë liri. Dhe tash çka bëjmë me këtë liri? Ne e shkatrojmë të ardhmen. Prandaj edhe duhet thirremi pak në të kaluar. E dyta, jemi kom me virtyte të larta. Ne kemi shpëtuar hebrenjët në luftën e dytë botërore kur ne nuk kishim liri. Paramendo sa e rëndë është kjo. Kemi rreziku jetën tonë nga pushtuesit gjerman. Edhe tash ti me gjithë këto virtyte të mira që na ka glorifikuar i gjithë globi, ti shkon nxjerr politikan për cilët nuk ja kalon as klasës parë. Prandaj edhe kërkohet ky vetëdisim, të kthehemi te vetvetja dhe të nxjerrim kuadrat cilët se edhe është edhe pjesa e dhimbshme ku kuadrat e mirëfillt po na ikin jashtë. Nga mungesa e hapësirës tek ne. Ajo është bile në vete. Nga mungesa e hapësirës cilët politika nuk ju jep. Është për ta përmendur një vajzë nga Kosova, Pranvera Hyseni, e cila është jashtëzakonisht e re, mirë po merr pjesë në NASA. Edhe tash së fundmi kisha ardhur në Kosovë dhe fton të gjithë fëmijët, ani këtu do t'i shifni yjet, do t'a shifni hënën, kam sjell teleskopin tim. Të nxestet e tilla duhet të inkurajojnë edhe të fëmijët, më saktësisht e le më të rriturit gjeneratat e reja, një gjest i tillë, por duhet edhe shumë pranvera të tjera pastaj. Jo vetëm një. Kjo është ajo e dhimbshme që kuadri mirëfillt, do të thonë ajo që u quante përpara si ikja e trurit. Kjo është ajo ku njerëzit me peshë, njerëzit që kanë formuar vetveten, janë profesionalizuar në lëmit, në fushat e tyre ikin. Pse? Nga mungesa e hapësirës. Bashkë kur ai arrin këtë stad, duhet kthehet këtu dhe të kontribon. Ne ç'a bëjmë? Ne përmes politikave të këqija ose mbylljes derës sepse nuk kemi një konkurrencë të drejtë. Do të thonë ne ja kemi nxjerr atë pa shkollë dhe ai shkaku që e ka për kryen e partisë, ja merr vendin e punë. Kjo është ajo cila edhe doktorantit bile ndonjëherë. Po, pikërisht. Ajo që më pëlqeu më shumti, ta them të drejtën, me fillimin e shfletimit të këtij librit është një strofë shumë inkurajuese. Bash luftëtarëve të mi që u bën simbol i guximit dhe i frymëzimit të pandalshëm për drejtësi dhe dinjitet kombëtar. Është interesant se gjatë gjithë karrierës sime i kam pas si hije që përcjell individin kudo, si një zë që ku mbonte për mos t'u lëshu në aferat korruptive. Kam patur fatin që t'i drejtoj 2 drejtori, ashtu si që përmenda, të cilët kanë patur buxhet mbi 10 milion euro. Edhe shansi për të korruptu është shumë i madh. Mirë po, u a di për nder bashkëluftëtarëve të mi, të cilët edhe kjo është një kategori shumë e dhimbshme që edhe pas shumë viteve, do të thonë, kjo kategori e njerëzve të cilët kanë dhënë gjithçka për kombin, lihet në harres. Mirë po, vazhdimisht ajo qoftë përmes heshtjes, qoftë përmes aktiviteteve, prap i jep kësaj shoqërie. Që raste e kemi në Kosovë. Për çdo veprim negativ, prap ata griten dhe protestojnë. Tek ne janë harru protestat. Protesta është akti më patriotik i një qytetari. Pavarësisht, edhe absurditeti i politikës tek ne ç'a thonë? Ishin vetëm 10 veta. Në sistemet demokratike, ose që një rast më i freskët, para 3 dite në Shtetet e Amerikës, gjithsej kanë protestuar 8 milionë gjysmë njerëz për vendimin e presidentit Trump për të futur në luftë apo bombardimet e Iranit. Mirë, pastaj kjo është një vendim shumë i rëndësishëm, por që protestat duhet të bëhen, në vendin tonë mungojnë shumë. Po, mirë po, qytetari atje nuk e ka pa vetën si pjesëmarrës në këtë vendim, prandaj edhe proteston. Po pra. E kuptoni se sa aktive është shoqëria atje. Diçka te ne kjo mungon. Pse? I kanë friksu, kanë dalë 2-3 herë me protestu, edhe i kanë akuzu. Kanë eskalu pastaj protesta. Kanë eskalu, mirë, po eskalimi nuk ka qenë, për disa gjoma të tyrë në gjykatë janë marrë, njerëzit janë dënu me dënime drakonike. Nuk kam qenë një realizues i protesta masive këto. Nuk ka ndodhur asnjë incident atëherë. Mirë po, prap
ja kemi arrit edhe temave për cilat kemi dalë me protestu. Për shembull, gjuhën maqedonase që dëshironin ta impononin fëmijëve tonë prej klasës parë, ne arritëm që ta mposhtim. Edhe kur Gruevski kishte 63 deputet. Mirë po janë format se si duhet të arrihet ajo, sepse politika ta mëson gjithashtu edhe format dhe mënyrat e impaktit. Prandaj unë gjithmonë them që qytetarët duhet merren sa më shumë me politikë. Është një mësim jashtëzakonisht briljant. Mëson individin edhe si t'jetë i rëndësishëm për veten edhe për shoqërinë. A mendoni në këtë rast se ky libër mund shërbejë edhe si thirrje për ndërgjegjësim qytetar për ta parë politikën në një këndvështrim real? Po pikërisht, thash unë, ky libër, qëllimi i këtij libri ka qenë vetëdijsimi mbi situatën të cilën jemi, në situatën të cilën e kemi krijuar dhe pastaj tentimin apo ngjalljen e dëshirës për ta ndryshuar. Nuk duhet harruar se në Maqedoni kemi pas plot shansa kur politika ka reteruar dhe ka ofruar ndryshime. Shkaku i këtij presioni që vjen nga qytetarët. Mirë po, disi kjo u zbe. Pse? Politika i ka metodat e veta, standardi i ulët ku qytetari duhet vrapon për mirëqenje, edhe e ka bërë që ta harron këtë pjesë. Mirë po, nuk është se s'kemi shembuj ne të ndërgjegjësimit dhe të presionit që i bëhet nga qytetari politikës. Dhe pas këtij botimi, mendoni një vazhdimsi ose ndonjë libër tjetër me tematikë të ngjashme? Librin tjetër që jam duke u punuar, kam mbet vetëm ta përkthej se kam në gjuhë tjetër, është vetë doktoratura ime, domethënë është shumë e rëndësishme edhe për vetë shtetin, është integrimi evropian dhe europianizimi i Maqedonisë. Është temë jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse tek ne evropianizimi nënkupton t'i marrim disa ligje evropiane, t'i kalojmë parlament edhe kaq. Me thonë, evropianizimi është edhe mentalitet. Ne, një profesor cilin e kam patur gjatë studimeve, është i njohur në Maqedoni, sepse ka qenë këtu me një grumbull juristësh me nam dhe na ka dhënë neve ta shtuquetë raporti i Pribes. Shkaku se ishte profesori Reinhard Pribe udhëhesi delegacionit edhe raporti e mori titullin e tij. Ai çfarë thot aty? Thot ju keni ligje evropiane, mirë po ju mungon zbatimi i mentalitetit evropian në zbatueshmërinë e këtyre ligjeve. Me thonë, ne i kemi ligjet, po çfarë? Akoma vazhdojmë në mënyrë ballkanike ne t'i trajtojmë. Prandaj edhe e gjyqësori dështon. Se nuk ka pavarësi. Atje secila parti mundohet t'i ketë njerëz të vet, në mënyrë që të mbrohet nga. Prandaj jam duke punu në atë libër, uroj që ta përfundoj sa më shpejt, edhe mirë po është libër shkencor, ajo do t'i dedikohet studentëve, të cilët merren me tema si për shembull shkencat politike, shkencat sociale, administrative, besoj se do t'ju shërbejë. Po nuk është i kapshëm sikur ky që tani më e kemi në duar. Unë ju falenderoj shumë që bëhet pjesë e programit tonë, ishte shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku dhe të flasim rreth këtij libri që ka një peshë vërtet të madhe dhe që duhet çdo bibliotekë e shtëpive që ta ketë këtë libër për ta mësuar realisht dhe realitetin politik në vendin tonë. Ju uroj shumë suksese dhe pse jo të na vini edhe me libra të tjerë të radhës nga përvoja juaj politike çdo herë. Faleminderit shumë Aida, faleminderit për kohën juve dhe ekipit tuaj. Uroj edhe më të mirën për ju, për punën tuaj, edhe pse informatat janë se jeni jashtëzakonisht suksesshëm, por suksesi nuk ka fund. Faleminderit. Unë gjithmonë e përfundoj sukseset pa fundme. Definitivisht. Ashtu siç evoluojmë ne me politikën, ashtu edhe fushat e tjera me suksese. Prandaj e çmoj shumë kohën që ma keni nda. Uroj gjithashtu që edhe lexuesit të kënaqen me librin tim. Patjetër që po. Faleminderit. Të dashur miq, ne këtu po e përmbyllim këtë bisedë kaq të këndshme, inkurajuese dhe informuese mbi të gjitha për librin Politika si sëmundje e autorit Valon Bela, duke shpresuar që i keni mësuar sadopak për mbajtjen e këtij libri dhe që dëshironi më ta keni në duar, por më falni se unë harrova ta pyes profesorin se ku mund ta gjejnë këtë libër. Do të thonë, ky libër është në bibliotekën kombëtare në Prishtinë, gjithsesi edhe këtu në Maqedoni mund ta gjeni çdo kund. Duke të kontaktuar. Po, mundet edhe të më kontaktojnë, mirë po do
Me qenë se dje ka qenë promovimi, kam plan ti ndaj edhe në për universitete disa kopje që t'jenë më të qasshme për qytetarë. Faleminderit edhe një herë.